Mëngjesin e kësaj të shtune në fshatin Progrër të Korçës është gjetur e pa jetë 75 vjeçaria Flora Hoxha, e cila dyshohet se është marrë nga vërshimi ujrave që përmbytën 10 shtëpi. Burime vën me dije se e moshuara vuante nga problemet të shëndetit mendor. Në kërkim të saj u angazhuan forcat e policisë, zjarrfikësit dhe ato të emergjencave civile, ndërsa trupi pa jetë u gjet mëngjesin e sotëm. Ndërkohë në shoqëria e Spërjet e Lumit ka rrezikuar për mbytjen e një pjese të madhe të fshatit. Prefekti Korçës Nerti Ljole bëri të ditur se pas ndërhyrjes së bordit të kullimit, situata është stabilizuar, megjithatë 15 ura rurale kanë dalë jashtë përdorimit. Nga informacioni që kemi tani nga punojësit e pikës së Zëndakut, të një orë të fundit ka një ulje afërsisht prej 1 metër të thellësisë së lumit, edhe në këtë kuptim është qetësuar si situatë, megjithatë janë duke marrë masat për të evituar, po themi, nëse do të ketë në një rast precipitimi. Në fushën e Maliqit janë përmbytur 270 hektar tokë bujqësore, ndërsa në fshatin Leshnje, lumi Osum ka dalë nga shtrati duke shkaktuar dëme të mëdha në banesa dhe në blegtori. Një nga banorët tregon se urat kanë hyrë brenda stallës së tij, duke vënë në rrezik çobanin që ndodhen në punë, si dhe duke shkaktuar ngordhjen e rreth 50 deleve. Kalan 1 javë, 2 javë, si dhe nuk kemi pasur këtë lloj përmbytje neve. Në orën deri më 3 nuk ishte lumi, ja kaq e lumi. Në kohën që ashtu pasaj, erdhi lumi njerëz. Mbyti shtëpitë, tërat shikoni këtu stallat e baktitë njërin tjetër. Sa kohë baktitë në humbi? 50 krejt. 2 familja janë evakuar në fshatin Rëmejnë të Pogradecit, pasi banesat e tyre janë bërë të pabanueshme për shkak të pryrjeve të shumta të lumit. Aktualisht janë strehuar në banesa me qira deri në rikonstruksionin e shtëpive. Dela nga shtrati e lumit Seman në belin të njësisë administrative Zharrës ka bërë që 10 hektar tokë të kultivuara kryesisht me grur të përmbyten. Një prej banorëve pohon si niveli i tillë prurjesh nuk ishte parë prej vitesh në zonë. Neve faktikisht po bëjmë një 5-6 vjet që s'po përmbytemi. Si vjet, në këtë prapë bujti këteja. Ndërkohë në ujë janë edhe 40 puse aktiv nafte, të cilat që nga dita djeshme janë stakuar. Problematike paraqitet situata edhe në bashkitë Delvin, Finish dhe Konispol, për shkak të rreshjeve në rrugët që lidhin disa fshatra ka prezencë dherash, ndërsa vijon puna për pastrimin e tyre. Në fshatin Vllahat, situata mbetet e rrezikshme për një banesë që kërcënohet nga rrëshitja e dheut.